shpesh herë në fjallorin juridik dhe në raport me publikun gjithmonë krijohet amulli jo me thjeshtësi në terminologjisë, por përkundrazi me komplikimet e terminologjive dhe krijon amulli në publik. Çfarë nuk kuptohet me badenterin, qoftë i vogël edhe i madh, por asnjëri në diskursin juridik në Maqedoninë e Veriut shpesh përdoren termat i vogël apo i madh, megjithse këto nuk janë emërtime zyrtare dhe kushtetuese, por thjesht janë manipulime të cilët i përdorin qoftë politika apo deputetët si intuitë personale apo grupore. Badenteri i vogël nuk kupton shumicën e dyfisht në kuvent për ligjet që i prekin drejt për drejt të drejtat e kombësive ose komuniteteve që shprehet, pra përveç shumicës së përgjithshme të deputetëve, kërkohet edhe shumica e deputetëve që u përkasin kombësive ose komuniteteve. Badenteri i madh përdoret në kuptimin politik dhe është për çështje me rëndësi të veçantë ndëretnike. Pra, tu kërkohet jo vetëm votim formal juridik, por edhe një konsensus i gjerë politik ndërmjet përfaqësuesve të kombësive. Ai lidhet më shumë me thrimën e marrëveshjes kornisë, sesa me një procedurë të veçantë juridike. Pra, për ligjin e përfaqësimit të drejtme, që është çështja dhe vënia e përdorimit të badenterit apo jo, pra shtrohet pyetja nëse mjafton vetëm shumica parlamentare apo duhet të zbatohet edhe mekanizmi i badenterit. Duke pasur parasysh se ligji trajton një të drejtë të dalë nga marrëveshja kornise e orit dhe nga parimi kushtetues i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, është arsyeshme që të kërkohet jo vetëm legitimiteti numerik, por edhe legitimiteti mes kombeve dhe kombësive. Dhe këtu është çështja me të cilën ne shqiptarët nuk duam të kuptohemi mes vetë. Maqedonasit kanë të drejtë ekskluzive në shtet. Dhe nuk e kuptoj edhe maqedonasit e politikën e tyre pse të është ndërhinj në ato drejta që kanë të bëjnë me pakicat, ose me këtë çështje si është çështje identifikuar në aspektin kushtetues. Për çështjet që prekin, pra identitetin, që bëhet fjalë për gjuhën, për punësime, e kështu me radhë, prekin barazin dhe përfaqësimin tonë. Dhe cila është ai përfaqësim dhe ç'të duhet bërë. Pra nuk mjafton vetëm shumica e votave. Në këtë rast, pra, ne kemi kërkim të shumicës së votave. Nevojitet edhe shumica e besimit. Pra në këtë rast, komunitetet ose kombësit nuk kanë një besim plot në atë që kanë marrë votën dhe që përfaqësojnë përfaqësuesit ose votuesit e tyre. Pikërisht këtë e garanton edhe parimi i badenterit që të ketë vullnet juridik dhe konsensus të zgjeruar. Tani kemi goditjen e konsensusit, kemi humbjen e besimit dhe kemi përfitime individuale me të cilën dëmton vetë demokraci. Prandaj themi se në këtë rast është e goditur demokracia dhe drejta e përfaqësimit dhe drejta e kombeve ose kombësive që jetojnë në RMV. Për çështje që prekin këtë identitet, përfaqësimi duhet të jetë i besueshëm, qoftë si mekanizëm juridik, qoftë edhe si kulturë konsensuale demokratike. Fatkeqësisht, decenjet nuk i kanë emancipuar përfaqësuesit tanë për mirëbesim dhe për një betim që ata kanë marrë votat për të ndryshuar interesin e tyre kolektiv. Po në debatin aktual politik, shpeshherë si shohim dhe pyetjen që parashtruat ju, përmendet badenteri i vogël dhe badenteri i madh, sidomos për ligjin e përfaqësimit. Pra, sipas interpretimeve që qarkullojnë qoftë nga ne si jurist, por edhe qoftë nga deputetët ose komuniteteve jeshumicë të kuvent, pavarësisht se janë pranishëm në seancë, ky model kërkon një prag më të lartë politik dhe kjo është fuqia që të gjitha komunitetet duhet ta mbajnë qëndrimin ashtu siç ka buruar nga marrëveshja kornise e orit. Por në prag të lartë, arsia, pra këtë rast edhe opozita dhe pozita shqiptare, insistojnë në të kundërtën. Veç përçarja me subjektive politike shqiptare shkon në favorin e të drejtës ekskluzive të maqedonasve, të cilët nuk kanë as pak emancipim shtetëror dhe të respektohen të drejtat e tyre. Pra, për të qenë më i kapshëm për publikun, në praktikën politike aktuale është përmendur se dallimi lidhet me numrin e votave.
të nevojshme nga deputetët, të komuniteteve jo shumicë, ku flitet për në raport 8-5. Nëse kemi 8 deputet, flas për të komuniteteve, atëherë me 5 vota kalohet i thuhet badenteri vogël. Në rast se është 18 vota duhen nga 30, është badenteri madh. Kështu ato e praktikojnë, mirë po nuk janë terminologji juridik nga mënyra e llogaritjes dhe prania e deputetëve në seancë. Kjo është ajo pjesa juridiko-matematikare për të kuptuar më atë që është në interesin e tyre. Mirë po, kjo të matematikë që po ndodh në drejtësi është gabim fatal për të gjitha të drejtat e tonë, dhe duke marrë pjesën e përgjithshme të ardhjes së kësaj qeverie ekstrem nacionaliste, që ka bërë çdo goditje, që gjitha të goditje janë ndalur nga lufta. Unë nuk e kuptoj ndërgjegjen e shqiptarëve, që mos ta bëjmë një ndërgjegje, një demonstratë, një protestë vetëm. Jo shihni çfarë përbuzje ndodh, qoftë nga kryeministri, qoftë nga kryetari i gjykatës kushtetuese. Jo vetëm që anulojnë dhe dëmtojnë, por edhe cinizmin e shprehin nëpërmjet buzëqeshjeve të tyre, që për ne është e papranueshme dhe shpresoj që edhe unë të reagoj për këtë çështje, se më ka lënduar moralisht shumë edhe duket sikur vetë kryeministri dhe këto kryetarët na kanë marrë licencën morale që të dalën para auditorëve dhe studentëve të flasin për të drejta dhe drejtësi. Pedagogët shqiptarë nuk u kanë mbet asnjë drejtë morale që të dalin pa auditorëve me moral të fortë të flasin për drejtësi. Pra, pikërisht këtu qëndron edhe debati që ata kërkojnë konsensus me vete, mirë po konsensus i hiles, sepse konsensus i kërkohet për të mirën e ligjit dhe për të mirën e qytetarëve. Dhe shihni tash ku ndodh ajo mangësia. Kur bëhet fjalë për 20%, në gjitha të drejtat e legjislacionit i ndalin. Këtë rast do i kam përmend pas pak këtë, dhe asnjë deputet, asnjë ekspert nuk reagon pse nuk është 20%. Sepse 20% është drejtë ekskluzive e shqiptarëve. Në këtë rast nuk figuron ai. Kujt e kanë lënë me shpreh. Po ja do të shprehemi ne bugar, tërbesh, të tjerët, me të cilët nuk janë kategori kushtetuese, mirë po ligji jo vetëm që nuk i ka ingjizuar gjitha institucionet, është pjesë tjetër, nuk duhet të ndërhihet i mos largohen nga pyetja juaj. Mirë po, pyetja nuk është vetëm nëse do të ketë badenter, por çfarë lloj badenteri dhe kush shënon dinjitetin e badenterit, sepse badenteri, përmendëm, nuk mbron të drejtën ekskluzive të shtetit, sepse maqedonasit e kanë të drejtën ekskluzive, por unë nuk e kuptoj pse maqedonasit futen në këtë të drejtë. Po të jenë ato të kenë emancipim shtetëror, as pak nuk duhet të futen në çështjet e komuniteteve dhe komisive, kur dihet ka mbi 5-6 institucione që aktualisht janë të pastra maqedonëse. Dhe për të plotësuar edhe këtë pjesën tjetër, shpeshherë ndëgjojmë edhe nga kryeministri, por edhe nga vetë përpiluesit deputetëve shqiptar, çdo ligj ta çojnë në Venecë. Pse duhet të çojnë? Ti do të kesh vullnetin e mirë. Atëherë edhe ne si shqiptar, gjitha të taksat që i pagohen, duhet t'i çojmë në Venecia, sepse për të drejtat tona që na takojnë i çojnë në Venedik, ndërsa për taksat nuk i çojnë. Atëherë edhe ne si qytetar, gjitha taksat që paguajmë 100% dhe tallen me 20% nëse me të drejta minore që shpeshherë u përkasin të drejtave të minoriteteve dhe pa të drejta të komuniteteve që ose të pakicave që janë, nuk bien kundërshtim me konventet ndërkombëtare. Ju shihni nëse bëhet krahasimi, unë këtu nuk e kuptoj edhe faktorin europian, i cili ai ka qenë garantues dhe gjithë institucionet ndërkombëtare për këtë çështje. Asnjë fjalë nuk është thënë nga ata. Pra, pikërisht këto janë ato pjesët me të cilën tash është krijuar një amulli, ku thohet se konsensusi minimal apo konsensusi vërtet, unë do ta quaja në aspektin juridik, po përsëris edhe një herë, konsensus minimal apo konsensus i vërtet. Këtu për ne dhe për opinionin është dallimi dhe dilema. Nëse përfaqësimi i drejtë është i drejtë dhe kolektiv i garantuar nga marrëveshja komisiorit, atëherë nuk mjafton vetëm të siguron votat, që garanton që kërkon ligji. Duhet të sigurohet besimi mes vete, për të cilat miratohet ai. Nëse miratohet për ne, atë pse ne mos kemi mes vete. Por nëse ka intriga, apo siç njihet ndryshe ligësit, sepse vetë ligji buron nga fjala ligësi për të mënjanuar ligësit. Në këtë rast, ligji është ai i cili na krijon pikërisht me këto labirintet matematikore dhe juridike, krijon ligësi për ne shqiptarët në përgjithësi, se këtu është edhe sentenca. Ky është dallimi ndërmjet pra badenterët, me të cilën ligjet prekin të drejtat kolektive, duhet të jenë fitore
në kësaj radhe e shumicës së pakicave, sepse unë ndjem shumë keq dhe kur themi pakica shumica, ndjem shumë ngusht, për si të sqarojmë edhe këtë për publikun, sepse ne nuk jemi shumicë, në të kuptimin ato që kanë marrë të drejtën ekskluzive aktuale me kushtetues, por nuk jemi as pakicë me pakicat e tjera. Ne disponojmë mbi 15 komuna, ne kemi pozitë gjeografike dhe ne kemi të gjithat infrastrukturën të cilën nuk duhet jemi pjesë e pakicës, mirë po është pjesë tjetër me të cilën këtu është dështuar politika dhe juristët shqiptarë në Maqedoni. Dhe kjo mund pengon shumë që asnjë jurist, asnjë pedagog nuk ka krijuar një strategji. Prandaj do apeloj të gjitha fakultetet e drejtësisë të dalin me një strategji të përvashkët për gjitha këto pikë, sepse kjo është pjesa me të cilën ne jemi të thirrur dhe është në sedrën tonë. Pra, Badenteri nuk është kapital politik i askujt, po edhe monedhe e askujt. Ajo është pjesë e çështjeve që kanë drejtë me Komisinë. Pra, ajo është një mekanizëm kushtetues që garanton se zëri i komuniteteve në asnjë mënyrë nuk mund të votohet ose mbi votohet kur vendoset për të drejtat e tij. Dhe këtu tash nga tresa dhe kontesti ka të bëjë me mbi votimin për të impunuar vullnetin e të drejtës ekskluzive siç e kanë maqedonasit. Në tash këtë rast të drejtë ekskluzive që e kanë aparati shtetëror dhe maqedonasit, tani ato insistojnë që atë drejtë ekskluzive ta imponojnë edhe te komunitetet që është në favorin e shumicës ekskluzive dhe kjo është e padrejtë dhe për këtë në asnjë mënyrë nëse nuk do të merret një konsenzus i gjerë, unë do kuptoj edhe vetë qëndrimin e përfaqësuesve politik që të jenë pjesë e atij parlamenti ose kuvendi. Pra thjesht, Badenteri nuk është pengesë për demokraci, ai është garanci që demokracia të mos shndrohet në diktat të shumicës ndaj pakicave ose kombësirëve. Pra, përfaqësimi i drejtë nuk mund vendoset pa pëlqimin e atyre që përfaqësohen. Prandaj në ligj për përfaqësimin e drejtë duhet të kaloj me Badenter të plot dhe kjo do të ishte siguria e plotë e saj. Edhe po të kalonte me Badenter të plot, vetë ligji ka shumë mundësi dhe lë shumë për të dëshiruar. Pra, ky ligj duhet apo nuk duhet të kaloj është në publik në përgjithësi. Pra, debati për ligjin për përfaqësimin e drejtë nuk është thjesht çështje procedurale, por është ajo një çështje historike, është një çështje identiteti dhe është një çështje e padrejtësisë. Sepse unë përmenda në fillim se kem mbi 5-6 institucione që janë as pak të prekur, po të ishin ndërgjegjshëm, pse ne duhet mbas taksave që paguajmë dhe shtetit, edhe ashtu duhet të jetë përfaqësimi. Nuk ka nevojë as ligj, as procedurë, as konteste, por në këtë rast në drejtësi thuhet, kur vullneti është i keq i ligjvënësit, ligjet krijojnë ligësi. Parimi i Badenterit i dal nga marrëveshja e Ohrit, pra dhe inkorporimi i saj në sistemin kushtetues, nuk kupton që të drejtat e komisive nuk mjafton vetëm si shumicë parlamentare, por kërkohet edhe mekanizmi juridik që njihet si mekanizmi i difisht. Këtu e kemi humbur dhe ne shqiptarët, se po të ishte mekanizmi difisht i ligjeve ose didhomës kuvendore, atëherë ne nuk do të diskutonim për këtë gjë. Pra themi se kemi shumë mangësi dhe dobësi me të cilën përfaqësuesit tanë mbajnë një përgjegjësi jashtëzakonisht morale. Argumenti pse ligji duhet të kalojë me Badenter, nëse ligji rregullon përfaqësimin e drejtë adekuat të pakicave në administratë dhe institucione, atëherë ai prek drejt për drejt të drejtat kolektive të këtyre komuniteteve. Në këtë rast respektimi i Badenterit nuk është një drejt që mendon pushteti ekskluziv se ja jep dikujt. Por pushteti ekskluziv është ai që i kufizon të drejtë. Pushteti ekskluziv është ai që i përdhunon të drejtë. Mirë po, kur nuk ka reagime, ndodh kjo siç bëhet. Pra në këtë rast, respektimi i Badenterit duhet të jetë garanci kushtetuese, të mbetet i përjashtuar nga vendimarrjen ekskluzive që i kanë flas për partitë politike maqedonase, dhe në këtë rast do të mbetet i përjashtuar, këto insistojnë që vendimarrjen që kanë komunitetet to marrin. Pra drejtë ekskluzive vendos në vendimarrjen e komuniteteve. A vendimarrja e komuniteteve këtu është e lirë, është autonome,
në bazë bindjeve të përfaqësuesve të komuniteteve. Prandaj edhe këtë pak të mbetur ato janë duke e shpërbarë. Megjithatë, ekziston edhe një qëndrim tjetër. Shpeshherë juristët e argumentojnë se badenteri duhet të përdoret vetëm për ligje që lidhen qartë me gjuhën, kulturën, arsimin, simbolet e të drejtave e komuniteteve, ndërsa jo për çdo ligj që është direkt apo indirekt i lidhur me pakicët. Sipas këtyre interpretimeve, përdorimi i tepërt i badenterit mund të krijojë bllokada politike, të dobësojë funksionimin normal të institucionit. Pra, nëse bëhet në këtë rast për qëndrimin juridik timi, themi se nëse ligji për përfaqësimin e drejtë rregullon statusin, përfshirjen dhe përfaqësimin e komuniteteve në institucione shtetërore, atëherë ai duhet të kalojë me badenter plot, sepse prek det për drejtë një të drejtë të garantuar me Kushtetutën dhe Marrëveshjen Koroniste të Ohrit. Ligjet që prekin komunitetet duhet të ndërtohen me konsensus. Jo vetëm konsensusin e palëve të komuniteteve, por ndalon të drejtën ekskluzive që shumica të ndërhinë te përbërja e komuniteteve. Dhe në këtë rast, pra, e drejtë ekskluzive, politika maqedonase e përdor dhe ndërhin që të sjellë vendime siç u konvenon atyre. Por unë besoj që në këtë rast gabohen shumë, sepse askund në botë këto të drejtat që janë fituar me gjak, dikush duhet t'i shpërdorojë ose t'i shpërdorojë në atë mas, sepse asnjë komunitet në botë nuk ka dhënë gjak ose nuk ka bërë luftë për të drejta që përkasin konventeve ndërkombëtare dhe pakicave. Pra në këtë rast duhet jetë si kërkesë edhe jona dhe ekspertëve që ndaj një të drejtë kushtetuese të themi edhe opinionit dhe përfaqësuesve tanë se barazia nuk bëhet duke heshtur dallimet, por duke adresuar ato në drejtësi dhe në përgjithësi. Pra fatkeqësisht, tutte ne nuk kemi ndërgjegje të asaj që është emancipim kolektiv dhe asaj që është e drejtë ekskluzive që ushtron shteti. Pra, kur ligji prek të drejtat e kombeve, konsiderata veçantë nuk është çështje konsiderate, por është detyrim. Pra thjesht për ta pasur për opinionin, dajmë se e drejta ekskluzive, siç i kanë maqedonasit për shtetin dhe shtetin në aspektin kushtetues, ata bëjnë ndërhirje edhe të pakicat ose kombësit, të cilat rrepsisht është ndaluar, sepse ajo është e garantuar nga Bashkimi Evropian, NATO, OSBE, si dhe përmbrojtjen të drejtave të njerit. Pra, këto janë ato pikët me të cilën shprehin dilemat e mia. Pra, po ashtu mund të themi se kur kemi në terren studentët, juristët e rinj, të cilët protestojnë për barazinë e qasje dhe përfaqësuesit tanë, që asnjëri nga këto nuk i kanë pranuar studentë, përfaqësuesit institucional, kryeministri, Ministria e Drejtësisë dhe fëmijët tanë dalin të kërkojnë të drejta në vendet fqinje ose dalin në Europë, kjo marrëveshje pra flas për marrëveshjen e Ohrit, vihet në pikpyetje. Prandaj shqiptarët detyrimisht në Maqedoni duhet të krijojnë një frym të re dhe marrëveshja e Ohrit fatkeqësisht është të cënuar dhe ngulfatur si nga faktori i brendshëm ashtu edhe nga faktori i jashtëm që është i heshtur. Pra, nga protestat për të drejtën e gjuhës, deri te betejat për përfaqësimin e drejtë, rruga jonë nuk ka qenë kërkim pa bazë, por kërkim për dinjitet, barazi dhe respekt kushtetuese që nga pala shqiptare kjo është bërë me shumë vullnetin e mirë dhe me shumë tolerancën e mirë në kurrizin e shqiptarëve, por pala maqedonase dhe emancipimi institucional thjesht e ka bërë në goditje dhe vazhdon ta bëj me goditje ndaj shqiptarëve duke sprovuar durimin e vetë shqiptarëve.